Ka nisur zyrtarisht mëngjesin e kësaj të mërkurë procesi i demontimit të urës së Dragostunjës në vendin e njohur si Arat e Gurës. Për qëtë aksit kombëtar Librasht Prenjes, pjesa aksit që lidh Tiranën me juglindjen e vendit, për shkak të rrezikut të lartë për qarkullimin dhe sigurinë publike, u vendos shembja kontrolluar e strukturës ekzistuese. Punimet po kryen me mjete të rënda dhe nën masa të rrepta sigurie, pasi zona vjon të konsiderohet me risk të lartë gjeologjik. Gjithashtu ka nisur puna edhe për devijimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Ndërhyrja synon të ndalë erozionin dhe të stabilizojë terrenin e dëmtuar nga rrëshqitet masive të tokës. Mjetet e rënda po punojnë për hapjen e një kanali të përkohshëm që largon rrjedhën nga zona problematike. Një ditë më parë u demontua linja 110 kW tensionit të lartë. Sipas raportimeve teknike, lëvizjet e tokës mbeten aktive në disa segmente përreth. Shembja urës ka thelluar krizën e qarkullimit në këtë arterje të rëndësishme lidhëse, duke izoluar përkohësisht komunitete të tëra dhe duke devijuar trafiku në rrugë alternative rurale, të cilat nuk përballojnë fluksin e shtuar të automjeteve. Aktualisht nuk ka një afat të përcaktuar për rikthimin e qarkullimit në këtë segment jetik, ndërsa në Arat e Gurës vijon gara me kohën për të rikthyer normalitetin në një nga pikat më problematike të qarkut.